Policia e Lezhës akuzon prokurorinë e Rrethit se poliron të gjithë të arrestuarit që akuzohen për vepra të ndryshme penale, duke ignoruar të gjitha provat e paraqitura kundër tyre. Drejtori i Policisë së Lezhës, Muharrem Furiku, thotë se ditët e fundit ka arrestuar një grup hajdutësh, por janë lënë të lirë nga prokuroria, duke kërkuar vetëm detyrim paraqitje. Komisariati i Policisë Lezhë dhe Drejtoria e Policisë Qarku Lezhë bën të mundur arrestimin e një grupi prej 6 vetash, grup kriminal që gjatë 2 muajve ka kryer disa vjedhje dhe në cilësinë e provës materiale janë bllokuar kompjutra, televizor, mjete me cilat kanë kryer krimin dhe prokuroria ka kërkuar masën e sigurisë detyrim paraqitje. Është problem i institucioneve drejtësisë. Nga ana tjetër, gjatë ditës së sotme, një person ka rënë në prangat e policisë për trafikim të femrave dhe favorizim të prostitucionit, ndërsa ka bërtuditur dhe 2 ndalime të tjera, njëri prej të cilëve ka tentuar të fusë në burgun e Shënkollit një sasi lëndë narkotike. Provat materiale i kanë kaluar prokurorisë së Rrethit të Lezhës për procedura të mëtejshme.